anemia e cila nuk rregullohet dot me suplemente të hekurit, përjashtojmë dhe rastet e problematikave të trashëguara, kur anemia është e trashëguar ose kur vajzat ose femrat kanë probleme me miomat, që kanë dhe më shumë gjakderdhje ose menstruacione. Ne kemi fjalën për ata anemi që nuk rregullohet dot me suplementim të hekurit. Acidi hidroklorik sot merr pjesë që hekuri inaktiv të kthehet në hekur aktiv. Acidi hidroklorik nuk është armiku jon, por është miku jon, aleati ynë më i rëndësishëm. Dhe ky hekur që ndodhet së bashku me proteinat, coptohet dhe zbërthet nga acidi hidroklorik dhe nga Fe3+ kthehet në Fe2+. Pra Fe2+ është forma aktive që përthithet nga enterocitet ose nga zora e hollë. Sot, nga antiacidet, nga medikamentet që quhen inhibitor të pompës protonike, nga marrja e shumte e medikamenteve të cilat janë qetësuese, antiinflamator jo steroid, naproxen, ose dhe qetësuese ibuprofen, paracetamol që përdoren pa kriter, hajde se kam një dhimbje koke të përdor një medikament për ta qetësuar dhimbjen e kokës, ose multivitaminat e kota, stil jetesës jo i shëndetshëm, edhe vetë kur njerëzit mua më vinë, unë i them nuk vlen asnjë suplement, asnjë vitamin pa ndryshuar stilin e jetesës. Woo!